Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ba'd. Po vazhdojmë me shpjegimin me ligjëratën e 24 të shpjegimit të veprës Merakil Felah Sharh Nurul Ida të Imam Shurëmbulalit, Allahu Gjallashanu e mëshiroft. Kemi ardhur te kapitulli ose bab ma yufsidus salat, çështjet të cilat e prishin namazin. Pra jemi shpjeguar shumë sende se si duhet, cilët janë mustahabët, preferumet, po ka dhe sende të cilat e prishin namazin. El fesadu didd as-salah. Fjala fesad është e kundërta, pra prishje e kundër asaj çka është e rregulluar, e ndresht, e vlefshme, e pavlefshme dhe e vlefshme. El fesadu wal butlanu fil ibadat se janë vë fil muamelat kel beji muftarikan. E kemi shpjeguar një herë më herët, po e përsëritim. Nocioni el fesad, fasid edhe batil, janë dy terme që në çështjet e fikhut që kanë të bëjnë me ibadetet, me namazin, me agjerimin, me haxhin, nëse bëhet fjalë për ibadetet, edhe fasid, edhe batil e kanë një kuptim. Nuk ka dallim në vlerë, në praktik mes el fesad wal batlan. Kurse në muamelat, në çështjet e fikut, siç janë për shembull shitblerja, kontratat, e drejta kontraktore, drejtën civile, drejtën penale, muamelat, krejt çka përfshin fiku, pjesa tjetër jashtë ibadatit është muamelat. Në muamelat ekziston dallim mes fjalës fasid edhe batil. Prandaj kur të lexojmë muamelat, duhet ta kemi parasysh kur thot fasid nuk është batil, kur thot batil nuk është fasid. Në muamelat fasid është shurja fi aslihi wa lam yushra fi wasfihi. Sendi që në esencë është i ligjësuar, në cilësi ka mungesë. Kjo është fasid. Martesa në esencë është e lejume. Martesa në esencë është e lejume. Martesa me një grua, me një vajzë që ndalohet për ndonjë arsye, qoftë për shkak të afërsisë, qoftë për shkak të pengesave të martesës, është fasid. Mos përmbushja e mehrit është fasid, ose dëshmitarve. Ama martesa në esencë, martesa e motrës, për shembull me motrën, në esencë është e prish, nuk është e ligjësuar. Pra kjo është batile. Për shembull, në muamelat, në shitblerje, kontrata e shitblerjes, nëse është batile, pronari që ka blen nuk e merr në pronësi sendin e blerë, nuk i pronësohet. Nëse është faside, i pronësohet. Shembull, kontrata ta shet një libër. Dikush ta shet një libër. Kjo është emrën meshru, është e ligjësume, s'ka këtu pengesë. Baj ta shet me kusht që mos ta lexosh. Kjo është faside. Ky kusht është fasid. Kontrata mund të përmirësohet. Kur është faside, mund të përmirësohet. Dhe obligohet me pasojat e kontratës faside pala kontraktuese. Kur është batile, nuk ka çka obligohet, se është në esencë vujhuduhu ke ademihi.
Ekzistimi i saj është identik me mos ekzistimin. Mirë po, këtë ban vrejtje ki Imam Shërbulali, në fillim thot me që jemi të folë për ibadete. Edhe fjala batil, edhe fjala fasit në ibadet. Këtë rast të namazi, a e përdormi fjalën batile, a faside e ka të njëjtin kuptim. Sendet që e prishin namazin, wa hua themanjet e wasittu në shejën, janë 68 sende, tahdiden ose takriben, la tahdiden. Këto janë parafërsisht se mund të ketë edhe më shumë, mund të ketë edhe më pak, po nxënësi, studenti, për t'i kap ma let ki e ka përkufizu me një numër që është 68 sende që e prishin namazin. Minhu, prej sendeve që e prishin namazin el kelime, është el kelime, fjala. Wa in lem jekun mufideten, fjala që e thu mrenda namazit, wa in lem jekun mufideten, edhe nëse nuk është të dobishme. S'ka kuptim, këtë e thu një fjallë. S'ka asë një kuptim. Kjo e prish namazin. Sikurse, shembull që dhe mufideten ke, arabisht është thirrse, o. Walau nataka biha sahwan. Edhe nëse që këtë fjalë që ka e prish në namazit, qoftë edhe pa kuptim, e ka thonë me harres, ka harru se është namaz njeri, se është tu falë. Jedhunu keunuhu lejse fi salat, pra me ndonë se nuk është në namaz. Au nataka bihi khataan, ose e ka përmend gabimisht, kema, thot, lau arade an jekul, ja ejuhen nas, ka dasht me thonë, ja ejuhen nas, ajetin. Ki thot, ja Zejt, o Zejt, ja Hasan, e prish namazin. Sepse e ka thonë një fjalë, kjo është fjalë kelime, e ka thonë një fjalë e cila përbëhet prej shkronjave dhe ka tingull. Ka zë. Ka zanore, po bashkëtingëllore ka tingull. Nuk është kusht të ketë kuptim. Mund mos ketë asnjë kuptim fjala. Por me rëndësi është se ka shkronja dhe ka za. Edhe nëse e thot gabimisht, duke mos ditë se ka rru, ose gabimisht, i prishet namazit. Walau jahile keunuhu mufsidem, madje, edhe nëse nuk e din se i prishet namazit. Se ti e të u falë, edhe ti e thirë njonin, o, ti Hasan, ti e ke prish namazin, a e ke dita se ke ditë se të prishet namazit, kjo është çështje tjetër, por namazi është i prisht. Walau naimen fil mukhtar, edhe nëse këtë fjalë e qetë duke qenë në gjumë, duke qenë fjetë. Tash kjo është pak e çuditshme kur thot, është të falë dhe të fjetë, e kemi spjeguar në më herët këtë. Po, me që këto e mi thonë edhe para xhamatit. Ka njeri, edhe kemi thanën këtë, më herët, njeriu që është punëtor fizik, që lodhët, në kohën e verës, sidomos, edhe punët janë të mëdha, edhe kohën namazit jacijës shkon vorë. Njeriu, të e fali jacijën, ka rënë seshde dhe ka zonë gjumi. Ka rënë seshde, ose në ruku. A unë kam pa të tilë, kam pa dhe në kam që ka fletë. Së është i lothaj. Ne tash mund të krasojmë këtë, po si është e mundur, po se si mi lodhë në të regje. Ka rënë seshde, edhe ka zonë gjumi. Nëse, momenti kur i del gjumi, ki është në seshde, qashtu që shka ra, nuk e ka lëviz pozicionin, ki nuk e ka prish abdesin, madje nuk e ka prish as namazin, nëse nuk e ka lëvizur pozicionin, por nëse është rrim, ka ra dhe është rrim, atëherë fillimisht e prish abdesin, pastaj si rrjedhoj edhe namazin. Ky personi që e ka zonë gjumin seshde, dhe qash
kohë të shkurt, mos mendoni se kjo zgjat me orë. Në qatë periudhë, shka është fjetën e kalëshur një za, qatër e prishtot namazin. Si pas mendimit më të zgjedhur, mendimit dhe thot ka edhe mendim tjetër se nuk e prish. Fidurril Mukhtar është që ki mendim. Në vepra tjera, vekhtare Fakhrul Islami, al-Bazdawi, imam Bazdawiu, enneha la tufsit, thot pra në këtë rast kur është në gjomë, në sejshë se e prumë si shembul, nëse e lëshon një zanë, një fjallë, la tufsit salat. Por, fetfaja dhe mendimi me dhebit është tufsit e salat. Li kaulihi sallallahu aleyhi wasallam, thot pse këto e prishin namazin? Sepse thot pejgamberi alayhi salam ka thonë, inna hadhihi salat, ky namaz, vërtet pra ky namaz, la yaslihu fiha shay'un min kalamin nas. Nuk pranon kur gjanë prej fjalëve të njerëz. Nuk pranon as një fjalë tjetër çka nuk është meshrua, çka nuk është e ligjsuar, çka nuk është prej Kuranit ose prej Sunnetit, sepse kemi edhe dua brenda namazit, po që janë meshrua. Pra, duke u bazuar këtë hadith, kur njeriu shqipton ndonjë fjalë, s'ka rëndësi gjuha, s'ka rëndësi a ka kuptim fjala, a s'ka kuptim, s'ka rëndësi e ka bo me hares, apo e ka bo gabimisht, apo nuk e ka ditë se e prish namazin, namazi i ti prishet. Këtu dietarët thonë, dhe kjo është shumë e rëndësi për neve, dhe ne, si o xhallar, duhet në këtë rast, spaku, kur jemi me xhamat, duhet të morë me atë matranën, nuk për e them unë për të ranuar procesin, po për të mbrojt prej saj. Dietarët thonë, nëse edhe fryrja me zanë namaz bëhet, e prish namazin. Për shembull, i e lodh ose diçka dhe ti tu faleman. Kaq. Kjo e prish namazin. Ose fryrja që i bëhet sendeve, po që lëshon zanë, lëshon tingull, jo shka nuk lëshon zanë. Prandaj edhe e qajtmja, na vjen ma voshtë, edhe e qajtmja, edhe vajtimi, edhe sende tjera shka ju shebbi i përngjasin fjalëve të njerëzit, janë gjitha këto që e prishin, për këto na i bie pak ma vonë. Wal amalu al-qalilu afwun li adami al-ihtirazi anhu. Veprimi i pakt, i vogël, në namaz është afë, është falje, është i tolerueshëm, pra nuk e prish namazin. Pse e ka pru këtë imami këto? Pse veprimi i pakt, veprimi i vogël, është i tolerueshëm, e fjala e vogël, qoftë edhe një fjalë, është e patolerueshme. Që është dëllimi këto? Dietarët thonë, veprimi, lëvizja, është veprim. Mund t'jetë pa zau, pa fol, pa kërgjo. Lëvizja në namaz krijon vështirësi nëse e pengon njerit gjitha lëvizjet, mos lëviz fare. Kjo krijon vështirësi, sepse natyrshmëria e njerit është që ai të lëviz. Madje ka raste kur ai nuk mund të mbrohet prej saj. Instiktivisht i ban ato punë. Kurse prej të folmës, nuk është natyrshmëri, prej të folmës mund të ndalet. Prandaj, e folmja më e vogël, e prish abdesin, veprimi i vogël nuk e prish abdesin. Përveç nëse trajtohet se është veprim i madh, atëherë e prish namazin. O yufsiduha ad-du'a bima yushabbihu kalamuna.
Të gjitha lutjet, duat që i bëjmë brenda namazit, e që janë fjalë të njerit, që i përngjasin fjalëve të njerit, nuk janë pra pjesë e Kur'anit. Sepse ne dim se ka ajete plot në Kur'anin Kerim, Kur'ani është plot i mbushur me ajete lutje. Ose nuk është hadithi pejgamberit alayhis salam. Në cilën do pjesë namazit, se na tash mos ta kuptojmë këtë se vetëm kur jetë të leximi. Në cilën do pjesë namazit, qoftë në ruku, qoftë në sejdë, qoftë në tejat, nëse bën lutje që ju shebbihu kelamun nas, që janë fjalë të njerëzve, nuk janë lutje me ethura, as nga Kurani, as nga Sunneti, atëherë prishet namazin. Nahwa Allahumma albisni thawba kadha. Kë ka për si shembull, thot, sikur me thon njeri namaz, o Zot, vesh ma filan robën, ban ma nasib filan kaputin, ku e di unë çka ka me rakaj. Ose at'imni kadha, më jep më ushqime me këtë lloj të ushqimit. Au aqdi dejni, ose të lutet, o Zot, aqdi dejni, pagu ma borxhin. E tjera, warzukni fulanetun ala sahih, ose thot, o Zot, ban ma risk, furnizon, ban ma të mushme, ta martoj filan vajzën. Si mas mendimit më të sakt, e prish namazin. Allahumma rzukni fulane, o Zot, ma mundso të martoj filanën. Nëse i ven emër, kjo është kelamun nas, kjo është fjallë njerëzve. Nëse thot, Allahumma rzukni, pa e përcaktuar, pa e bo të këjit, kjo nuk e prisht namazin, sepse ti lutesh Allahut për furnizim të përgjithshëm. Liannehu yumkinu tahsiluhu min al-ibada, bi khilaf Allahumma afini wa'fu anni warzuqni. Duni se të shpjegoj këtë të lutjet. Pra lutja që e prish namazin, janë lutja që nuk është ajet i Kur'anit, që të mbanin mend, lutja që nuk është prej sunnetit, pra nuk është teksti sunnetit, dhe lutja të mos jetë prej atyre lutjeve për të cilën lutesh që mund të ndikon edhe dikush tjetër. Jashtë krijuesit. Jashtë Allahut xhalleshanu. Për shembull, të lutesh Allahut xhalleshanu në namaz, o Zot, ma bën të mush me filan pallton ta veshi. Këtë mundesh me lutë edhe një njeri, këtë dëshirë, këtë vullnet tonë, këtë lutje tonë, mundet me e plotësua edhe dikush tjetër. Nëse është lutja prej atyre që nuk mund, s'ka kush tjetër, përveç Allahut çka e garanton, çka e plotëson, atëherë konsiderohet se nuk e prish namazin. Wa yufsiduha as-salamu bi niyyatin at-tahiyyati. Fjala as-salam, selamu aleikum, pra përshëndetja, e prish namazin selami me qëllim të përshëndetjes, Wa in lam yakul aleikum, edhe nëse nuk e ka thonë as-salamu aleikum. Nuk është kusht të dyja që të prishet abdesi, njenën, as-salamu, namazi po. Nuk është kusht që ti thot as-salamu aleikum pa të prishet namazi. Nëse thot vetëm fjalën as-salamu, namazi i ti prishet. Nëse me këtë e ka për qëllim përshëndetjen, ose kthimin, ose përshëndetjen e tjetrit. Walau kana sahiyan, edhe nëse këtë e ka bo me harres. Wa yufsiduha raddu s-salami bilisanihi. Po ashtu namazin e prish kthimi i selamit me gjuhë. I si precizojnë, këtë du të kuptoni se ne nuk mund të mësojmë këtë libër përmes. Po du
t'jeni dëshmitar të në precizitetin e dietarëve në shkencat e tyre me cilët janë morë. Thot, në fillim atje thot, "Esselamu biniyetit tahiyye", përshëndetja, selami, me i dhënë selam ti dikujt duke u falur e prish. Reddu sepse selamin ndaj tjetrit është me gojë, kjo dihet vetvetiu. Reddu selami, kthimi i selamit, bilisanihi, me gjuhën e tij. Pra thot, "Wa aleikum selam", e prish namazin. Kjo jep me kuptu se nëse përgjigjet me dorë, nuk e prish namazin. Për shembull, ti je tu fal, ka njënit ka dhënë selam, ndalohet dhënia e selamit se ti që është tu fal, po ai ka dhënë selam, edhe ti ja kthen selamin me dorë. Kaq. Thot nuk e prish, ajo që ka ta prish namazin, është reddu selami bilisani, me gjuhë, nëse i thu "Wa aleikum assalam". Kjo, që t'jemi më të qartë, kthimi i selamit me dorë, nuk e prish namazin, por është mekruh. Është veprim i urryer, mekruh i tanzimen. Li'annahu min kalamin nas, au reddu selam, sepse kthimi i selamit me gjuhë është fjalë, shka folët. وَرَدُّ السَّلَامِ بِالْمُصَافَحَةِ لِأَنَّهُ كَلَامٌ مَعْنَى. Kthimi i selamit me gjuhë e prish. Kthimi, jep me kuptuar, me fumul mukhalef, e kundërta e kësaj. Jusufi është mrenda, me automatizëm në kuptohet se nuk është jashtë. Kthimi i selamit me gjuhë e prish namazin, kthimi i selamit me dorë nuk e prish namazin, e kundërta e veprimit. Thot, "Wa raddu selami bil musafa", kthimi i dorës duke janë gjitë për dore, e prish namazin. Janë gjitë për dore ti, edhe e përshëndet. Kjo e prish namazin. Dietarët këtu kanë diskutuar, thot, se imam Shërumbulali thot, "Li'annahu", sepse kjo formë e përshëndetjes për dore, duke qenë namaz, është kelamun ma'nan, është në aspektin kuptimor është fjalë. Por shumica dërmuese tjerë dietarëve thonë kjo okej, edhe ajo mund trajtohet. Në këtë rast nuk prishet namazi se përshëndetja me dorë ka kuptimin e fjalës, por namazi prishet për shkak të veprimeve të shumta. Pra, nuk prishet për shkak se ja ka dhënë dorën, por prishet për shkak se ka veprime të shumta. Wa yufsiduha al-amalu al-kathir, pra veprimi i shumt në namaz e prish la al-qalil, e nuk e prish namazin veprimi i pak ose i vogël. Wal fasil bainahuma, vija e kuqe mes veprimit të shumt edhe të vogël, të pak, cila është? Kur është shumë lëvizja? Kur është e madhe? Kur është e vogël? Anna al-kathir huwa alladhi la yashukku an-nadhiru li fa'ili annahu laysa fi as-salat. Sa bukur e definon. Ti je tu fal, edhe t'ka siguru telefoni, ti je vetë tu fal, t'ka siguru telefoni, edhe ti e ke telefonin për gjepit, edhe e ke këshirë, edhe e ke qërë, edhe vazhdon, iyyake na'budu wa iyyake, me i kallëzua ti se të me kune jam tu fal. Në qatë moment, kur ti je tu fol në telefon, je të nëzirë, je të fol në telefon, edhe ven njoni, him mrenda, a i me automatizëm, jo, nuk dyshon se ti je të fal, a i dy se ti s'ka në të fal. Pra, kur pamësi, shikuesi, nuk dyshon se ti je në namaz, kjo është veprimi i madh dhe kjo e prish namazin. Wa in ishtabaha fa huwa qalil, e nëse dyshon ai, atëherë është veprim i vogël. وقيل في تفسيره غير هذه الحركات الثلاث المتواليات كثير ودونها قليل. Përveç kjo është njëra prej përkufizimeve çka është veprim i madh dhe çka është i vogël. Përkufizimi tjetër që e thon dietarët është qila fi tafsiri, pra në komentimin e lëvizjes çka është
Hadhi l-harakat thalatha mutawaliyat kathira. Nëse janë 3 lëvizje të pandërprera njëna mas tjetrës, konsiderohet se është shumë, sepse shumë si fillon prej treshit, shumë si gjuhën arabe, fillon prej treshit. Wa dunaha, pra nëse janë më pak se 3, është pak, nuk e prish namazin. Për shembull, a lidhën namaz, edhe ka njës që këtu me kryt krijet e një 3 dakika e krun krijet këtu. Namazi ti është i prishun. Sepse 3 lëvizje janë 1, 2, 3. Mutawaliyat, këto janë lëvizje, apo? 3 ose këtu për shembull. 3 ose në trup. Zakonisht njerëzit e ne kruan, nuk e di pse. Jo se e kanë zhugë, se harru zhugë kur e pas, bile ju tritas që e dini se çka është. Po pak si asgjësim. Dhe për shkak të asgjësimit ai e prish namazin, dhe madje më e keq është se as nuk e di se e prish namazin. Ai mendon se ka kryer obligimin. Pra dietarët thonë, nëse bëhen 3 lëvizje, njëna pas tjetrës, e prish namazin. Nëse është më pak se 3 lëvizje, nuk e prish namazin. Kujdes. Këto 3 lëvizje, nëse zgjatin sa një rukni më i shkurt që ka mund të bëhet namaz, sejdja ose rukuj. Të bish sejdë dhe të qosh. Nëse ka zgat, prishet namazi. Gjatë namazit ti mund t'i bësh 100 lëvizje. 100 lëvizje, se cila në esencën e vetë është e vogël dhe nuk prishet namazi. Ti mund t'a ngrejsh dorën për shembull 10 herë. Kjo nuk, mëse kuptoni këtë se kjo është e lavdruar. Por kemi fjallë se nuk e prish namazin, sepse kjo ka bo një lëvizje. Pra, 3 lëvizje e ma tepër prishet namazi, dhe nëse janë ma pak se 3, kjo është për kufizimi i një grupi tjetër të dietarëve përveç asaj të parës që e tham. Wa yukrah raf'u al-yadaini inda iradati ar-ruku' wa raf'i indana la yufsidu ala as-sahih. Thot mekruh është ngritja e duarve për tekbir kur shkojmë në ruku, sipas mëdhëbit ton. La yufsidu ala as-sahih. Sepse dikush, pra si mas mendimit më të saktë, nuk e prish namazin. Sepse dikush ka mund t'i akuzon se ngritja e duarve në namaz e prish namazin. Por të prish namazin me veprim, se kur jemi të veprimi këto, duhet të kemi një send qartë. Nëse veprimin që ka e bën nuk është pjesë përbërëse e namazit. Nëse është pjesë përbërëse e namazit, veprimi i madh, shtesa në namaz nuk e prish namazin. Për shembull, i ka bë 3 sejdë. Me bën 1 sejdë, kjo është lëvizje e madhe, është veprim i madh, 1 sejdë tepër. Mirë po, nuk prishet namazi. Pse nuk prishet? Sepse sejdja në esencë është pjesë përbërëse e namazit. Nëse veprimin çka e bën, çfarë do të qoftë veprimi, është pjesë përbërëse e namazit, dhe e bën, mund të ketë mekruh, mund të ketë mangësi, mund të ketë, por nuk e prish namazin. Prandaj dietarët të tonë thonë, nëse i ngrit durt yukra, është mekruh, por nuk e prish namazin, sepse ngritja e durve në namaz është meshru, është pjesë e namazit. Për atë arsye dhe nuk e prish namazin. Wa yufsiduha tahwilu as-sadri 'an al-qiblati li tarkihi fard at-tawajjuh illa li sabqi hadathin. Largimi i gjoksit prej drejtimit të kiblës e prish namazin. Jo largimi i ftyrës, nëse e kthen ftyrën, por jo dhe gjoksin në namaz.
Gjoksi është në drejtim të kiblës. Ftyrën nëse e kthen, nuk prishet namazi. Për arsye se largimi i gjoksit, pra kthimi ka kibla është përmes gjoksit. Sepse me largimin e gjoksit prej kiblës, ose me tërheqjen nga kibla, nënkupton me lëshu një pjesë të farzit, sepse drejtimi ka kibla është farz. Illa lisebki hadathin, përveç ati të cilit ju ka prish abdesi. Ju ka prish abdesi. Ju ka prish abdesi. Ki çka ban? Largohet. Largohet prej namazit, shkon, merr abdes dhe ven falet. Nuk po di si të shpjegoj çka është dallimi këto lisebki hadathin të prishja e namazit. Kemi dy lloje të prishjes së namazit. Ne kemi shpjeguar pak më herët, por në qëtër kontest. Në këtë rast, nëse prishet abdesi, jetu fal, dhe prishet abdesi, namazin që e ke fal, nuk prishet namazi. Sepse namazin që e ke fal, ti e ke fal komplet me krejta shartët dhe ruknët. Në momentin kur të prishet abdesi, ti largohesh, kthehesh, merr abdes, pa bo muhabet, pa bo biseda, pa jo, se nëse bën muhabet e një qëra muhabet, pa kontaktu me kërka, kthehesh, merr abdes, dhe kthehesh, vazhdon aty ku ke ngel. Namazi, ke ngel në qatën e tretë. Kjo është jubna alej, ndërtohet namazi mbi atë, sepse namazi i parë nuk është i prisht. Nëse thot, ki imami thash thot, nëse ati çka ju ka prish abdesin namaz, është largu prej kiblës, e ka largu gjyksin, thot këti në parim, largimi i gjoksit, e prish namazin. Pra e prish namazin çka? Edhe ato dytë përpashme, ose tretë përpashme, po thot illali me përjashtim të ati çka ju ka prish abdesin, e ka kthyen, ka shku ka mor abdes dhe kështhi ka thu dhe vazhdon namazin. Pra, prishja e abdesit në këtë rast, jo që nuk e prish, por nuk e prish atë çka është fal ma kableha. Sepse ato dy ngelin, se aja është fal me abdes, është fal në regull. Në momentin kër ju ka prish, ki del, nuk kontakton me kërka, s'ka muhabet me kërka, merr abdes, kthehet, që ati ku akon të u fal, vazhdon namazin që ati ku ka metën, ku ju ka prish. Nëse ju ka prish, theme se ju ka prish ato recatët për para, kis mund vazhdon që ati. Po ato janë shnosha dhe ki vazhdon shëndëshmërien mbi ato, jubna alehi. Pra, përveç ati që ka ju ka prish abdesi, ka dalë, ka mor abdes, largimi prej gjoksit prej kiblës që nuk ja prish abdesin. Po la listifafi l'hurraset i biza i ladu, edhe ato që ka ju përmendëm parzit, nëse namazin e frigës, për të pa anëmikun, namazi i frigës që falet në fush beteja, në luft, nëse e ke largu gjoksin prej kiblës, për të vëzhgu anëmikun, edhe kjo nuk e prish namazin. Wa yufsiduha aklu shay'in min khariji famihi walau qalla kasimsimatin li imkani al-ihtirazi anhu. Namazi prishet nëse në namaz han diçka nga jashtë, pra e fut në gojë nga jashtë organizmi. Pra, i përjashton ato që janë mes dhamëve, troat apo mbeturinat i themi që janë mes dhamëve. Nuk ka rëndësi atë që e hanë prej jashtë, min kharij il femi, në namaz, a është e vogël, a është e madhe, a është shumë e imt, apo është shumë e madhe. Djetarët në libra tjera
e spjegojnë këtë në hidaje, kje, këto, në Fetur Kadir, më pësut, djetarët thonë kështu. Nëse të ka ngel një farë, për shembull një gjivrekit, të ka ngel që këtu në buzë, është e vogël, dhe ti e lidhë më falë, dhe gjatë namazit e ke tu, kjo është jashtë, dhe ti e ke tërheq me buzë, e ke fut mrena dhe e ke gëlltit të poshtë, namazi prishet. Pse kështu? Sepse e ke nxjerrë prej jashtë, është prej jashtë organizmit. Çdo sens që ka depërton në namaz përmes gojës që hahet, e që është prej jashtë, bukur e sqaron këtu, thot e prish namazin nëse vjen min kharixhi femi, nga pjesa e jashtme e gojës. Nëse është mbrenda, ka çikamet mes dhomëve diçka, atëherë duhet jetë në mallësinë e një, si thojnë këta, leblebia, po çfarë janë ato, el himsa, nautit, po, leblebia nautit që ajo është, njëjtë e familjes, po. Po. Nëse është mallësinë e asaj, e prish abdesin, e këtë namazin. Nëse është më e vogël, e ke nxjerr prej dhomit, duke u fal, e ke nxjerr prej dhomit, dhe e ke gëlltit është më e vogël, dhe zakonisht jesin më të vogla, nuk e prish namazin. Por të nëbihen vërejtje, fukahat thonë, nëse ajo fara e nahutit, leblebije, shka do që tjetë, qeqër, shka do që tjetë, dishka tjetër, që ka ngel mes dhamve, dhe ti e ke jetu kur je lidh në namaz, dhe gjatë tërë kohës të i ban luft, betej me ata me gjuhë, për të shkëput, për të nxjerr prej vendit, thot dhe e gëlltit atë namazi i jo të prishet, jo për shkak të ngrënjës së mallësisë së leblebijës, po për shkak të lëvizjeve të mëdha të trupit. E kemi të qartë. Pra nëse ajo lehtësisht nxjerrët ose vetë del, dhe gëlltitët nuk e prish, nëse është më e vogël. Por nëse është brenda gojës, nëse është jashtë gojës, thash të shembull, nëse të ka met një farë që këto, një farë, diçka, një tro, e vogël është, dhe ti gjatë namazit, e nxjerr, e tërheq, e han namazi jot prishet. ويفسدها أكل ما بين أسنانه إن كان كثيرا. Atë çka është mes dhëmbëve, nëse është e madhe, prishet. وهو أي الكثير قدر الحمصة، pra sa një leblebi. ولو بعمل قليل. Nëse është me pak lëvizje, me pak punë. بخلاف القليل بعمل القليل لأنه اتبع لريقه. وإن كان بعمل كثير أفسد بالعمل. Nëse atë pra shka e nxjerr prej dhomit, ti, e nxjerr me shumë mund, me shumë veprime, prishet namazi, jo për shkak të asaj që e ke hëngur, jo për shkak të ushqimit, po për shkak të lëvizjeve. Wa yufsiduha shurbuhu لأنه يناف في الصلاة ولو رفع رأسه في السماء. Namazin e prish gjithashtu çdo gjë që pihet lang, që pihet e që vjen nga jashtë, e që nga jashtë depërton në organizëm. Walau rafa ra'sahu ila as-sama'i, nëse e ka ngrit kokën për petë, tu fal, dhe kanë ra pikat e shiut, qoftë edhe një pik, ose kanë ra fluskat e barës, dhe ai ka gëlltit, fa salatu fasid, namazi i tij është i prisht. Au matarin, fa wasar ila gjaufi, fasadat salatuhu. Ose, djetarët thonë, një njeri ka morë frike abdes. A ka morë frike abdes? Dhe i ka musteqet bëgjit më dhaja. Po? A dhe ka morë abdes dhe a lidhë në gjemat, pas të e këtu në musteqet ka ngel uj. A ngel uj.
dhe ai ndërkohë e thith ujin e mustaqeve dhe e përbin të poshtë, namazi i tij prishet. Salatu u fasid, pse? Depërtim nga jashtë, çdo depërtim nga jashtë, namazi i tij prishet. ويفسدها التنحنه بلا عذر لما فيه من الحروف وإن كان لعذر كمنعه البلغم من القراءة لا يفسد. تنحنه që kjo është kollitje e pa nevojshme. Këtë e këtë. Dhe ne kemi si shprehi këtë, kur do me janis. Nëse thot imami ose lexuesi i Kuranit, që është namaz, ka qelb ose diçka ju ka mbledh në fyt që e pengon për leximin e Kuranit, që e pengon për leximin e Kuranit, fela bes, la yufsidu salat. Mirë, po këtë e këtë ai koll. Edhe sikur ato veprimet tjera që ka bëhen, për shembull kur bëhet goksimi e këtë tjera. Mirë, po nëse kollitja është pa nevojë, është e pa nevojshme, konsiderohet prishje e namazit. Pastaj ki shpjegon edhe disa detaje edhe në përvepra të tjera, se çka është me këtë tenahnuh, nëse e ban lexuesi për ta liru pra zanin e tij, për zbukurimin e Kuranit, fela yufsid, mirë, po tham kote, dhe ai se di, po që i ka metë qashtu me koll. Ose nëse i jep sinjal, thon, nëse ka gabu imami, dhe ki nuk e din, se dhe kjo ka proces, dhe kjo ka procedur se si duhet, përmirësohet imami, edhe pse, në medhebin ton, nuk është shumë e pëlqyer ndërhirja të leximi i imamit. Nuk është shumë e pëlqyer vetëm rastet të caktuara, ka gabu imami, e kalon një ajet, po lene se s'bo kur gjo. Se ti më shumë mund të ngatrosh, se sa ta udhëzosh ose ta fillosh atë. Mirë, po, nëse duhet përmirësohet, ka metodë se si duhet përmirësohet. Mirë, po ai kollit, dhe me ku në këtu jam. A ka raste në për gjematet tona, unë po i foli këto edhe për gjematin pak. Se për shembull, Isa është në të qosh xhamisë dhe për me i kallëzu Isa se unë jam xhami këtu në kolli. Dhe Isa këtu jam. Namazi është i prishur. Namazi jem është i prishur sepse kjo kollitje, ky lëshim i zanit që ka tingull, është i tepërt dhe është prishje e namazit. Këto janë shumë sende që e prishin namazin, nëse një përfundojmë sande, andaj shpresoj që të vazhdojmë me ligjëratën tjetër për t'i shpjeguar çështjet të cilat e prishin namazin, dhe deri në takimin tjetër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.